Të financuar nga Komisioni Evropian, një grup inxhinierësh mjedisor nga Universiteti i Gjenovës po punojnë në lagunën e Nartës, e cila shtrihet në bregdetin jugor të Shqipërisë, në jug të deltës së lumit Vjollës. Puna e tyre ndihmon në mbrojtjen e një prej zonave më të vjergjëra dhe më të brishta në mbar Mesdheun. Ky vend shërben si habitat për specie të rralla shpendësh, peshqish dhe breshka zhdetare, si dhe straon një ekosistem unik dunash bregdetare dhe një florë teje të çmuar. Mirëpo mbi rripin e tokës që ndan lagunën nga deti Adriatik, pikërisht në bregdetin e Zvërnecit dhe në ishullin e Sazanit për Karshi, i cili është ende kryesisht i paprekur, ka hedhur syt dhe miliona dollar Jared Kushner. Dhëndri i Donald Trump synon të ndërtojë aty një mega resort luksoz përmes shoqërisë së tij të investimeve Affinity Partners, e cila financohet kryesisht nga qeveria saudite. Ruspat kanë nisur gërmimet në zonën e Zvërnecit prej 2 muajsh e gjysmë. Kjo ka sjellë reagimin e miliona njerëzve në Shqipëri dhe në pjesë të tjera të Europës, përfshirë edhe Gjenovën, të cilët kanë dalë në protesta. Në Tiranë, revolta e qytetare vazhdon çdo ditë pa ndalesë në atë që tashmë po quhet revolucioni i flamingove, duke qenë se flamingot të roz janë ndër speciet më të rëndësishme dhe më të pranishme në lagunë. Që prej momentit kur nisi puna në kantier, inxhinierët e Universitetit të Gjenovës u detyruan të pezullonin aktivitetin e tyre, së bashku me kolegët e tjerë italianë dhe të huaj që janë pjesë e këtij plani mbrojtës. Ata i drejtuan më 18 qershor një letër Bashkimit Evropian me shqetësim të thellë, po vëzhgojnë përparimin e punimeve të fundit në zonën e Nartës. Këto ndërhyrje përfshin vendosjen e rrethimeve që bllokojnë lëvizjen e faunës vendase dhe pengojnë qasjen e banorëve dhe vizitorëve. Gjithashtu, po kryhet një shpëllëzim masiv i vegjetacionit autokton dhe po ndërtohet infrastrukturë mes plazhit dhe dunave. Projekti i inxhinierëve gjenovez financohet nga fondet IPA, instrumentet e paraantarësimit, të cilat BE-ja i vën në dispozicion për të ndihmuar vendet kandidate të përmbushin standardet europiane. Shqipëria synon antarësimin në vitin 2030 dhe mbrojtja e mjedisit e lufta ndaj ndryshimeve klimatike janë shtyllat kryesore të këtyre fondeve. Francesco De Leo, kërkues shkencor në Universitetin e Gjenovas, i cili ka studiuar për një kohë të gjatë qarkullimin e ujrave në Nart, shpjegon: laguna lidhet me Adriatikun përmes 2 kanaleve. Kanali i Veriut është bllokuar plotësisht nga rëra që sjell lumi Vjollës, ndërsa kanali i Jugut mbahet i mbyllur me rrjeta nga peshkatarët që mbarshtojnë gjalla. Përmes sondave tona hidrometrike, kemi vërtetuar se laguna nuk e shkëmben dot ujin me detin Adriatik, gjë që e bën këtë ekosistem jashtëzakonisht të brisht. Në letrën e nisur në qershor, sqarohet se sistemet e dunave janë mjedise dinamike që formohen përgjatë një kohe të gjatë nga veprimi i përbashkët të erës dhe valve. Ato shërben si bariera natyrore jetike kundër përmbytjeve bregdetare dhe zbutin forcën e dallgëve gjatë stuhive. Kur dunat rrafshohen, ky funksion mbrojtës humbet plotësisht, duke rritur ndjeshëm rrezikun e erozionit dhe përmbytjeve. Për më tepër, heqja e vegjetacionit bregdetar zhduk një tjetër mburojë natyrore, gjë që do të sjellë grumbullimin e dherave dhe bllokimin e kanaleve që lidhin lagunën me detin. Në fund, ekspertët paralajmërojnë se urbanizimi i bregdetit do të shkatrojë një nga të paktat zona të mbetura ku speciet autoktone dhe veçanërisht breshka kareta depozitojnë vezët e tyre. Delta e Vjollës dhe laguna e Nartës janë zona të mbrojtura me ligjin shqiptar 81, fraksion 2017. Ky ligj, duke u mbështetur në rregullat e IUCN, Unioni Botror për Konservimin e Natyrës, parashikon 6 nivele mbrojtjeje. Narta, për shkak se ka qenë historikisht e banuar, nuk mund të përfshihej në nivelet më të larta, ndaj u klasifikuar në nivelin e 5 të parafundit. Megjithatë, edhe ky nivel i ndalon ndërtimet agresive, pasi sipas udhëzimeve të IUCN, ruajtja e integritetit të kësaj zone është jetike për mbrojtjen, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e saj mjedisor. Në letrën drejtuar BE-s nënvizohet se këto ndërtime të papritura në zona të mbrojtura shkelin hapur parimet e kapitullit 27 të Bashkimit Evropian. Ky është kapitulli që rregullon çështjet e mjedisit në negociatat e antarësimit, ku Shqipëria duhet të provojë se i përmbahet standardeve europiane. Ekonomisja e mjedisit Valeria Paracino, e cila koordinon projektet në Shqipëri për OIQ-n italiane Selim dhe ka bashkëpunuar ngushtë me inxhinierët gjenovez, shpjegon: në vitin 2024 Parlamenti shqiptar bëri ndryshime në ligjin e vitit 2017. Ai ja kaloi Këshillit Kombëtar të Territorit të gjithë pushtetin vendimarrës për aktivitetet në zonat e mbrojtura, duke lejuar aty ndërtimin e strukturave hoteliere me 5 yje apo më shumë. KKT-ja është një strukturë që varet drejt për drejt nga kryeministri dhe në proceset e saj nuk përfshihet dëgjesa publike. Ndërkohë ligji thot qartë se për çdo ndërhyrje në zonat e mbrojtura, pjesëmarrja e publikut është e detyrueshme. Për rastin e Zvërnecit, kjo gjë u anashkalua tërësisht. Protesta e parë kundër këtij kantieri u organizua nga organizata jo qeveritare PNEA, organizata për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror në Shqipëri, e cila është e bindur se pasojat ekologjike dhe ekonomike do të jenë katastrofike. Xhemal Xheri, ekspert mjedisi pranë PNEA,
sqaron, kjo lagunë është pjesë e korridorit të shtektimit për qindra lloje shpendësh, si dhe një zonë kyçe për riprodhimin dhe dimrimin e tyre. Nëse lejohet ky resort, pasti do të mbinë të tjerë. Do të bëjmë gjithçka që mundemi për të opozuar, si brenda, ashtu edhe jashtë vendit. Bashkë me partnerët tanë, po ndikojmë tek BE që të ndërhyjë. Gjithçka nisi në vitin 2021 me fillimin e punimeve në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, fare pranë lagunës. Edhe pse pista ka përfunduar, punimet vazhdojnë ende dhe ky projekt është pjesë e planit të kryeministrit Edi Rama për ta kthyer Shqipërinë në një kampione të turizmit, shkruan Il Secolo Dicianovesimo. PPN-ja ka hapur një padijë gjyqësore kundër ndërtimit të aeroportit. Ajo humbi gjyqin në shkallë të parë, por e ka ankimuar vendimin dhe aktualisht çështja është në apel, ndonse punimet nuk janë ndaluar. Përballë protestave që vazhdojnë çdo ditë prej 2 muajsh, Rama ka mbrojtur qendrimin e tij në faqen zyrtare të qeverisë, duke thënë se ky resort është një model për ndërtimin e destinacioneve turistike të gjeneratës së re, ku natyra dhe zhvillimi ecin në harmoni. Ai ka shtuar se KKT-ja nuk ka dhënë ende leje ndërtimi, por thjesht ka miratuar fazën përgatitore. Ata e quajnë fazë përgatitore, thot në fund Valeria Paracino, por realisht deri tani kanë hapur një rrugë 7 kilometra të gjatë, kanë prerë një pjesë të pyllit me pisha pas plazhit dhe kanë rrafshuar dunat.